Për sa i përket ndërhyrjeve në suportin e shtresave në nevojë, unë dua të ritheksoj, kam thënë dhe më parë që karburantet në shportën e konsumit kanë një peshë prej 2% dhe bëhet fjalë për peshën e një familjeje mesatare shqiptare dhe jo për peshën që këto produkte kanë në familjet e shtresave në nevojë apo mbi të gjitha në pensionet. Ndaj ne kemi gjykuar edhe gjatë krizës së kaluar që në fakt për pensionistët apo edhe për shtresat në nevojë, çmimi më i ndjeshëm është energjia elektrike, pasi ai përdorin energjinë elektrike për ngrohje, për ftoje dhe sigurisht ushqimet dhe shporta baze ushqimeve. Ndaj, nëse do të ketë ndërhyrje dhe nevojë për ndërhyrje, ne, siç kemi bërë dhe më parë në krizën e kaluar, ne nuk ndryshuam çmimin e energjisë elektrike duke mbajtur të gjithë koston e zhvillimeve të bursës dhe gjithashtu ndërhym në disa paketa mbështetëse për kategoritë në nevojë. Ne jemi duke monitoruar, siç thash, në bazë ditore çmimet e ushqimeve, çmimet e bursave të energjisë, çmimet e bursave të drithrave,